Flota e mjeteve elektrike në qarkullim vijon tendencën e saj rritëse. Sipas statistikave të Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor për tramujorin e parë të vitit 2025, janë regjistruar 980 mjete plotësisht elektrike, ose 55% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 15% më shumë mjete se 2024. Këto mjete kanë pasur deri tani vazhdimisht rritje të regjistrimeve, duke marrë për bazë incentiva apo lehtësira siç ka qenë në tarifat e regjistrimit të këtyre mjeteve. Sipas shifrave, 33% e mjeteve miqësore me ambientin janë me 0 kilometër të regjistruara dhe 72.1% e autoveturave të regjistruara gjatë periudhës janar-mars 2025 janë Euro 5 e sipër. Nga të gjithë mjetet e regjistruara me 0 kilometra, kemi rreth 33% të tyre, 28% më shumë se viti 2024. Përveç aspektit kryesor që është pjesa ekologjike, që janë miqësore me mjedisin, në aspektin fiskal, këto mjete nuk paguajnë taksën vjetore të mjeteve të përdorura. Po kështu, sipas të dhënave, gjatë periudhës janar-mars 2025, flota elektrike ka përmirësuar ndjeshëm edhe cilësinë e ajrit.